Në moment presim që të paraqitet ai raporti për cilën folëm deri tani dhe të marrë fjalën sërish të kryesuesi i Kuvendit të Kosovës, kryesuesi i përkohshëm, si më i vjetri zotri Dehari, po e shohim që tashmë vetëm është ulur në ulsën e tij dhe pritet që seanca të rifillojë. Jemi në pritje të zotrit Dehari që të filloj të flasë lidhur për të lëshuar rrugë natyrisht procedurave të tjera. Kujtojmë që kjo legislatur vjen nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit dhe numrat e subjekteve politike në këtë kuvend pra janë të dala nga zgjedhjet e të cilat në fakt ndonë se shkuan mire mbarë sa i përket mbarvajtjes, dolën më pastaj që të kishin edhe disa telashe të cilat u detyrua edhe prokuroria dhe organet e drejtësisë të merren me to, që kishte të bëjë me disa vota të cilat janë shtuar nga komisionerët apo numëruesit e votave, dikujt janë larguar, por sido që tjetë me gjithë këto telashe përcjellse që kishte procesi i datës 28 dhjetor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar këto zgjedhje, i ka legjitimuar dhe i ka lënë rrugë, i ka hapur rrugë pra që të krijohen institucionet e Republikës së Kosovës duke nisur nga kuvendi. Ndërkohë kemi marrë notë shumë të mirë sa i përket mbarvajtjes zgjedhjeve, sa herë që bëhen zgjedhjet në Kosovë, si duket Kosova në këtë pjesë është kalitur dhe merr notë kaluese për shkak të mbarvajtjes së mirë. Mirë po ishte edhe një deklaratë që tha që gjithmonë ka pas aty këtu ndonjë vjedhje ose manovrim votash në mes të deputetëve apo kandidatëve për deputet të partive të ndryshme. Mirë po kësaj radhe është bërë e ditur pasi që siç edhe pam nga praktika në teren, Policia e Kosovës bashkë me organet gjetse kam prangosur shumë persona, shumë qytetarë në mesin e tyre për manovrim me vota, për dallaveret me vota në për qendra të ndryshme të votimeve, por se si do t'jetë epilogi i gjithë asaj vete të shihet, sepse dihet që shumë prej tyre kanë marrë nga një muaj burgim, ndërsa të tjerët janë liruar me procedurë të rregullt. Kjo është çështje e drejtësisë. Tani ne në aspektin politik jemi duke përcjellur një seancë e cila pritet që të legjitimoj legislaturën e 10 të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e më pas të lëshohet rrugë edhe krijimit të institucioneve të tjera. Tani ka bërë thirrje zotri Dehari që të ulen të gjithë deputetët të zënë në vendet e tyre, por të vazhduar me procedurat e më tutjeshme. Tashmë janë ullur të gjithë dhe pritet vetëm edhe rifillimi apo vazhdimi i seancës të themi. Le ta dëgjojmë. Komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve deputetin Adnan Rustemi që ta paraqes raportin e komisionit. Faleminderit të kryesues, nderuar kryesues, nderuara kryesuese, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetarë. Komisioni i përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i themeluar me vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës më 11 shkurt 2026, në bazë të nenit 9 paragrafi 4 të rregullores së Kuvendit i paraqet këtë raport. Në mbështetje të nenit 9, paragrafi 5 të rregullores së Kuvendit, Komisioni i përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve në mbledhjen e mbajtur më 11 shkurt 2026 e shqyrtoi dokumentacionin përkatës